qëllimshëm. Apo jo? Nuk e dhja si qëllimshëm. Që shkruan aty 40 burgosën shqiptare në këtë armadosën i bjen që i shim. Apo kuptën? Qysh mërë më kom 40 shqiptare? Pret, se si dhëmë, ama a justifikon kjo? Jërë taj kena marrë për Nataša Kandiqit. Jërë taj kena marrë për Nataša Kandiqit. Atë është Demas, gabimi është gabim. Demas, gabimi është pranu. Kur tenton gabimin. Gabimi është pranu. Ideja është, a justifikon kjo? Per prandaj deshtat e Halili, se Halili i ka përjetuar shumë situata që ne si kemi përjetuar gjenerata më tre. A justifikon kjo prokurorin, policin t'i shkojnë shpe ati e thuti që ka bo... Kushe t'i qfarë? Që është e ju. Prandaj po them. Jetën. Mas poj edhe me publikun. Unë nuk e di nëse jetohet diçka tjetër. Unë nëse ka një prapaviju ose një qëllim të shef që na nuk pedim. Ndërkaq veç për këtë nuk i qohet policia kërkoj. Kjo është sakt. Por, problemi është, unë e shtërova para ju, tem debati, domin që ju ka shkaktu në reputacion e Republikës Kosovës e luftës Kosovës kush e pagun. Sepse libru ble pej Donika Gërvalë se u shpërndok në diplomat e huj. Që kjo problemi. Dami është zgjedhje, dami mund tjetë... Kush e pagun domin? Vota. Exakt. Vota. Së është dhe mjaftushme me vota, a i mundet mund të shku me ama Demas, më të më thuj që është e mjaftushme, më të më thuj që e justifikon të i futët njerën policia, prokuroria në shpe.